Ka nisur etapa e parë e garës së ciklizmit e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Të rriturit kanë përshkuar aksin Ura e Bushtricës Korç, 101 kilometër i gjatë, ku fitues ka rezultuar ciklisti i ekipit të Tiranës, Henry Hysa, i ndjekur nga një tjetër ciklist i këtij ekipi, Olsi Veliaj, i cili mund të merrte vendin e tretë të kësaj etape. Për Hysën, era ishte në favor, ndërsa Veliaj tregon se ciklizmi nuk po mbështetet. Era ishte në favor tonë mbas qafëlloqës, ishte era mirë. Ishte një kundërshtar i fortë, i cili ne u shkputëm me kolegun tim nga Tirana, Olsi, edhe ideal nga Kosova, Bertoni. Ishte shumë i fortë, por ne ja dolëm t'jam poshtëm, sepse ne jemi dy veta edhe kemi favor. Nuk ishte në një teren kush e di si e sa i vështirë. Na pëlqen rruga si është bërë ajo rruga e re, qafëlloqa. Jem realist, sporti ciklizmit është drejt rënje, sepse rinia nuk po angazhohet shumë në sportin, jo vetëm sportin e ciklizmit, por po shohim edhe në sportet tjera që ka një rënje shumë të madhe. Një djalë i talentuar në ciklizëm po del nga Korça, Nedion Demiri i Skënderbeut, i cili mundi të fitojë në kategorinë kadet, e përshkuar nga Poiska në Korçë, me gjatësinë 71 kilometër. Pak me vështirësi, sepse kishte edhe konkurrencë nga vendet e tjera, por pra me stërvitjen që kishin bërë, arritën të fiton vend të parë. Gara e ciklizmit e vlefshme për Kupën e Shqipërisë pritet të vazhdojë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë.